Përshëndetje miq, mirëmbrëma Kosovë. Nesër keni zgjedhjet e përgjithshme dhe unë nuk mund të rria dot pa ju përshëndet dhe me thonë drejtën du të ndaj një moment të burrit më të madh demokracisë botnore, presidentit Lincoln, i cili në momentin që po dorëzonte presidencën e tij tek presidenti pasardhës, duke zbritur shkallët e shtëpisë bardhë, e përshëndet dhe i thot, miku im i thot, mbaj mend i thot këto shkallë që po ngjit dhe mbaj mend njerëzit se kush po të përshëndet, se kush po të ndihmon, se kush të ka ndihmuar që ti ngjisësh këto shkallë, sepse do të vi momenti i thot që edhe do t'i zbresësh këto shkallë dhe në rast se nuk i mban mend këta njerëz, do t'i shohësh i thot shkallët bosh. Tashi kjo shprehje e madhe dhe i burrit madh, unë kam dëshirë t'ja kujtoj sonte sepse nesër shkonin zgjedhje. Por ajo që dua t'ju kujtoj është që miqtë e mi, mbani mend se kush ju ndihmoi juve, vëllezërit tanë, për t'i ngjitur ato shkallë drejt pavarësisë, drejt demokracisë. Dhe ata njerëz janë që nga mendja e madhe e atij vendi, atij burri intelektual Ibrahim Rugova, por edhe nga komandantët, nga miku im Thaçi, nga miku i zemrës time, por edhe nga Ramushi dhe këto parti, miqtë e mi, mos harroni sepse këta janë njerëzit që kanë inspiruar atë popull për t'i ngjit shkallët e pavarësisë dhe demokracisë vetë. Respekte Kosovë, respekte dhe fitore demokracisë.